Ka praktike LDK-s me u shkarku kryetar, s'ka pas kurrë si praktik. Nuk ka shkarkim. Ka iniciativa demokratike, që me marrë qëndrimin, mas mbledhjes besoj duhet me prit me marrë qëndrimin që dalin prej mbledhjes kryesisë. Që ajo është e udhës. Sot nëse nuk e bëj. A jeni të gatshëm me ulë me bisedu me vetëvendosjen vetëm për çështjen e presidentit? Kryesin, po takuam me kryesin për me dalë me qëndrim edhe me vendime për cilat sigurisht dikush me juve për neve ka më njoftu mas mbledhjes. Nuk ka praktike LDK-s me u shkarku kryetar, s'ka pas kurrë si praktik. Edhe kisha lutur edhe mediat edhe secil në organizatorët besa që më pas kujdes që po e emërtojnë iniciativat që i kanë marrë. Nuk ka shkarkim. Ka iniciativa demokratike, të cilat njerëz kanë drejt me marrë, edhe me vazhdu me procedu derisa të mrrin me finalizu nëse mrrin. Nëse mrrin. A mendoni që kanë me arrit, me mrrin, me finalizu këtë? Tash kjo supozim. Kjo supozim. Supozim më shumë nivel të supozimit, mirë po që mirë është që LDK ka institucionet e saj edhe në këto institucione merren vendim. A kemi diskutuar edhe këtë çështje sot në takimin e kryesisë? Kemi diskutuar të gjitha çështjet që kanë temë për LDK-n këto ditë dhe për të ardhmen. Cili është qëndrimi juaj për këtë nënshkrime? Ju keni pozitë rëndësishme në parti. Ç'kuptim për thotë. Qëndrimi juaj për këtë nënshkrime që janë duke u mbledhur. Unë po besoj që unë më kuptu ajo që ka thash që nuk është praktike LDK-s prej themelimit deri më sot dhe vazhdoj më besu dhe më pas bindje që s'bën me kriju një precedent tillë